Nëse ka një element politik, elementi politik është i brendshëm i Shteteve të Bashkuara dhe nuk është i vendeve të cilat janë përfshira në këto listë dhe është në linjë me ato veprimet më të rrepta që ka ndërmarrë administrata e presidentit Donald Trump ndaj migracionit. Dhe madje edhe për këtë arsye nga kundërshtarët e zotit Trump dhe nga disa analistë është parë me shqetësim për faktin se po vihet në shënjestër imigracioni i ligjshëm nga këto vende. Tani për sa i takon arsyetimeve politike për vendet që janë të përfshira në këtë listë mund të jetë diçka indirekte, sepse natyrisht imigracioni është më i lartë në vendet që kanë pikërisht ato probleme që përmendët ju dhe shumë nga vendet që janë në këtë listë i kanë këto probleme dhe njerëzit janë më të prirur për emigracion kur kushtet nuk janë të përshtatshme në vendin e tyre të origjinës. Megjithatë, vizat e emigracionit një pjesë e tyre ka të bëjë me njerëzit për shembull që duan të bashkohen me familjarët e tyre në Shtetet e Bashkuara, gjë që është e natyrshme, e lidhur dhe me atë faktor që përmendi gazetari juaj në raportimin e mëparshëm që kjo mund të ketë një lidhje me listën e mëparshme të publikuar nga zoti Trump që detajon se qytetarët e cilat vendeve që janë emigrantë në Shtetet e Bashkuara përfitojnë më shumë asistencë sociale. Mund të ketë një lidhje në këtë drejtim sepse ka një përputhje megjithse jo të plotë mes këtyre listave, por dhe për këtë duhet shtuar se zoti Trump e ka publikuar atë listë në median e tij sociale, por ende nuk është e qartë as metodologjia dhe as burimet nga të cilat ka dalë ajo listë, Bruna. Po, dhe Shqipëria renditet me mbi 41% të familjeve emigrante që përfitojnë ndihmë sociale. Sipas asaj liste. Po, sipas asaj liste. Po, a rrezikojnë edhe shqiptarët që nuk kanë përfituar ndihmë sociale të penalizohen? Po, përderisa bëhet një pezullim i komplet vizave të imigracionit, derisa të bëhet shqyrtim, natyrisht, sepse jo gjithë shqiptarët që po përgatiteshin për shembull që të bashkoheshin me familjarët e tyre apo në procesin e kartave të gjelbra, në procesin e qëndrimit përhershëm ose të shtetësisë, do të përfitonin nga kjo, do të përfitonin nga ndihma sociale. Domethënë kjo është diçka për të parandaluar, por në fakt pasojat janë që penalizimi është për gjithë ata persona që janë proces ose që nuk e kishin filluar procesin ende. Dhe nuk ka asnjë mënyrë për të vërtetuar që këta njerëz që do shkonin në Shtetet e Bashkuara do të përfitonin nga ndihmat sociale.